Kosovë, mirë po mu po më duket është një shfrenim i tepërt. Për? Po për shumë sene, për rinin e sotin Kosovë është shumë, kanë marrë havë për një kohë shumë të shkurt. Çka po pengon mas shumë të që po e shek kështu tek rinia në Kosovë? Po, ndëgjoj kur i shoh, kur ndëgjoj çdo 2 ditë aksidente, u mët, shpejtësia, ajo rrahje, therrje, vrasje. Unë jetoj në Austri, një pjesë Tirollit afër Zvicrës. Unë nuk ndëgjoj këtu me vite rrahje, nuk ndëgjoj me vite therrje, vrasje, aksidente, shumë rrallë. Në për autobana që janë shumë ngarkuma, mo jo në rrugë, jo në qytete, jo nuk ndodh ajo. A them diçka shumë shkurt unë ty? Por na. A di që aksidentet e fundit që bëha më shumë të në Kosovë janë këta mërgjimtarë veç që janë? Po ndëgjoj, unë nuk po i ndalloj tash a janë mërgjimtarë, tash Kosovë. Jo, përdesa ti dallove në fillim kur the shoh gjeneratat në Kosovë që kanë marrë një havë kohë gjatë ma për një periudhë shkurt, dhe përmende vetë aksidente, për këtë arsye unë të tregova që kohën e fundit aksidentet ka qenë më shumë të metarka nga mërgata. Jo, nuk e pranoni që mërgata janë vozica apo shoferat dhe më mirë si të duash. Po na kur marrëm një rrugë 2000 km, 1800, të lodhëm, pe punë nisme, mendon që na nuk dim të vozitme? Po kush? Po neve na të i përcjellë rregullat e komunikacionit. Kosovë ndodhen aksidentet. Besom Zot. Na mundohem me rregullat këtujt me vozit, edhe futet ai vetë si t'i shtin hujt, ndaj nuk e këqyr ku e kalon bishtin përmas. Edhe ndodhen aksidentet. Besom Zot. Unë vetë e kam kuptuar ato, unë pres në rreth në Prishtinë, ku është flamure, si thani ato. Po. Pres 10 minuta për që m'jap mu dikush për parësim u kyçën e harroj jesë ato. Po t'jetoj në gatë Kosovë dhe në ku mu fut njëjtë, ku me mora atë sistemin e jo. Këtu kalon një kërë e len tjetrin, kalon njën e len tjetrin. Bendo tani edha për rrugë, edhe 30 km me kon kolona. Besom, të bindëm. Nuk gudzon kërë me kalu tjetrin. Mirë. Ran kanë me vutë. Zotri, faleminderit për telefonatën. Nuk është gurbeti që i van ato të ju gurbeqor. Spesoj, po mas e keni lona ashtu let tjetër. Jo, se kalon askush. E keni bë vet, askush se kalon asnjëherë to, jo. Qysh unë nuk lejoj me ofendu të mërgatës.